vetë kënaqësia nga puna e mirë. Mund bëj njeriu punë të mira, adhurime, bën punë të mira, por ka një ndjenjë vetë kënaqësie, ka një krenari të brendshme. Kjo është e rrezikshme. Kjo e shkatron sinqeritetin e njeriut, sepse kjo kënaqësi tregon që ti nuk e ke patur hallin që ta pranoj ty Allahu xhaleshanu, por ke patur hallin që njerëzit ta shikojnë dhe ti kënaqesh për kësaj. Treguesi i devotshmeve, siç tregon Zoti në Kur'anin famlar, është se gjithmonë kanë frikë mos i bëjnë punë të mirë. Zoti thot në Kur'anin famlar, ata që kur e bëjnë një punë të mirë apo kur japin një lemosh, janë shumë të trembur, edhe e dinë që do të kthehen tek Zoti. Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, i tha ja Rasulullah, apo flet Allahu për ata që bëjnë gjunahe, që vjedhin, që bëjnë imoralitet, por bëjnë nganjëherë dhe punë të mira dhe kanë frikë që Zoti s'ka për t'ia pranuar punët e mira sepse kanë këto gjunahe të mëdha. Jo Aisha, jo e bija e Sidikut, janë ata që bëjnë punë të mira, janë sinqert, por gjithmonë kanë frikë se nuk kanë qenë sinqert. Gjithmonë qajnë për veten e tyre se kurrë si kanë besë vetes së tyre. Është e rrezikshme kjo ndjenja e kënaqësisë, e krenarisë së brendshme. Është tjetër gjë të thosh elhamdulillah ma mundsoi Zoti ta fal këtë namaz. Elhamdulillah ma mundsoi Zoti ta bëj këtë të mirë, t'ia kthesh meritën Allahu xhaleshanu. Kjo është diçka, por kjo krenaria e brendshme kur të fryhet krahërori, kur ndihesh mirë me nefsin tënd dhe thua mos ke frikë se ti e ke bërë këtë punë të mirë, kjo e dyta është e rrezikshme. Prandaj dietarët kanë thënë më mirë një gjunah që të bën ta ulësh kokën e të qash e të kthesh Zotit, sesa një punë e mirë që të bën të kesh një vetë kënaqësi dhe një krenari të brendshme.